Albi Rakipin. Mirëmbrëma, gjithëve sërish nga Rumble in the Jungle. Në këtë transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News, një transmetim i cili ka përcjell çdo lloj emocioni të mundshëm për të gjithë telespektatorët tanë. Rikthehemi sërish së bashku. Zhdeti Albi, mirë se u ktheve. Ja pra kemi ndeshje shumë interesante. Gelian Rajku, boksier cruiserweight, pra 59 kg, një ndër talente më të mira që ka boksi shqiptar, kundërshtarit vërtet një ndeshje tepër bosnjak Armin Avdić. Big G, i thon ndryshe Rajkut, 24 vjeç. Në qoftë se do të shohim fizikun e gjithë secili prej tyre, kam përshtypjen se kundërshtari i cili vjen nga Bosnia, i ka disa kile më tepër se Gelian Rajku, me një fizik të formuar, me grushte të rënda, të drejt për drejta dhe pra Rajku shumë komod në ring, ngasmon me xhep shpejt, super kroshe, shumë e fort. U shkund boksieri bosnjak, u shkund kundërshtari bosnjak, gjithmonë Rajku në dominim. Jo shkund, jo vetëm koka, por në këto momente edhe barku. Më duket Albi se boksieri bosnjak nuk po don më që ndrojnë në ring. Fakti që dhëmza ran tokë zakonisht është një taktik vonese. Dhe ne rikthehemi sërish në ring. Bosnjaku kundër shqiptarit Gelian Rajku. Shumë performancë mirë nga Rajku ky raund të parë. Dominimi frikshëm, shfaqje aftësisht, xhep shumë i fortë dhe forcë. Boksier Rajku, boksier më ngjyrash, duket diku tek mbi 1.85 i gjatë, pesha 92 kg. Kjo është ndërtja e tij e tesi profesionist, ka 7 fitore, 0 humbje, 0 barazime. Do t'i bëhet të tetë së shpejti. Të shpresojmë, punën po e bën, të shpresojmë. Ta çoj punën deri në fund. Punon dhe në trup. Wow! Okej. Knockdown. E bukur. Ka një kroshe nga sipër. Overhand left, si thon anglisht. E bukur. Super veprim teknik. Overhand left, shumë veprim i bukur. Mbaron raundi i parë, shpëton zilja bosnjakun Avdić. Ndërkohë do të jemi me sa raunde? 6 raunde. I pari mbaroi, nuk besoj me këtë ritëm deri në raund të 6, gjithmonë varet, nuk mund të bëjmë Nostradamusin, s'mund të bëjmë parashikuesin, po shiko, çdo parashikim i mundshëm që kam thënë sot ka dalë vërtet. Duam apo s'duam, kam qenë tepër konciz. E vërtet. Në atë aftësinë time të parit. E vërtet. Ato pak parashikime që bëri saktë, edhe unë progresoj. Dhe s'kishte si t'ishte ndryshe, kalojmë në raundin e dytë ashtu si duhet të kalojmë. Shumë ndeshje dominuese nga Gelian Rajku, boksieri 24 vjeçar nga Durrësi. Nëse ky mbiemër ju duket i dëgjuar, arsyeja është sepse Gelian Rajku është kushëriri i këngëtarit më të famshëm në shqiptari, Rigel Rajkut. Në shqiptari dhe jo vetëm. Dhe patjetër që jo vetëm, por në shqiptari mban numrin 1. Edhe ky si kushëriri i tij po ndjek boksin, pas kujtohet që edhe Noizi ka pasur një boksier në ring. Para se karriera e tij të fokusohet te muzika. Okej. Wow, kemi një sulm nga ana e bosnjakut, që duket e filloi raundin e dytë me shumë tempo. Dy xhepe shpejta dhe një kroshe nga Rajku. Unë shpresoj që bosnjaku mos të bjerë në tavolinën ku ne jemi duke komentuar se e kam shumë afër. Edhe knockdown. Sërish. I dhon numrimin arbitri. Është ngritur bosnjaku. Do vazhdoj. Do vazhdoj derisa të shtrihet, tamam ashtu si duhet të shtrihet. Si mendon Albi, do përfundoj brenda këtij raundi Rajku detyrë? Deri tani parashikimet e mia kanë dalë. Kam përshtypjen që do të jetë raundi i fundit për bosnjakun dhe do të korrim fitoren dhe suksesin e Rigel Rajku. E ka gjakosur bosnjakun. Nëse bosnjaku nuk forzohet, do vjoj të gjakoset.
Ishte një moment I mirë për Bosnjakun, kapi një gusht në kundërkohë, por kundërpërgjigj shpejt. Rajku, gushte shpejta, nuk mendoj se mund të vazhdoj Albi. Janë 3 knockdown. Është e kohë gjithsesi, është thjesht dëmtim I tepërt. Është duket qartë që kemi të bëjmë me 2 nivele shumë ndryshme. Okej. Kam përshtypjen jemi në fund. Po, do të jemi në fund. Nuk vazhdojmë dot. Nuk çuditëm sikur arbitri futet nga sekondi në sekond. Nuk vazhdojmë. Po mendohet, shikoj arbitrin, po mendohet. Arbitri po mendon të futet nga sekondi në sekond. U fut. Nuk mund të vazhdojmë. Mendoj është fundi, është fundi mendoj. Do ishte e tepër të vazhdonte, por në fund vendos arbitrin. Ne jemi thjesht komentator. Nuk dorëzohet. Nuk dorëzohet let. Kam përshtypjen. Po ndonjëherë Albin, ndonjëherë disa bokserë janë më trima se ç'duhet. Tjetër koshe që takon fytyrën e Bosnjakut. Xhebi shpejt. Është shumë bokseri shpejt Gelian Rajku. Ka këto kombinacione xhep huk, një dyshi I famshëm që I thonë gjuhën teknike të boksit. Ky një dyshi na ka shoqëruar për gjatë gjithë mbrëmjes. Tjetër knockdown, është festa e ndeshjes, ka kuptim të vazhdojë kjo ndeshje. Kam përshtypjen që edhe Geliani duhet të vërë mend dhe ta rrëzoj një herëmisht dhe nuk shtyhet më. Prapë po tregon se ja mbaron ndeshja knockout. Arbitri vendos. Të thash që parashikimet e mia dalin të sakta dhe ky ka qenë raundi I dytë dhe të thash që nuk do ta çoj dot deri më shumë se Urime dy themi dhe Gelian Rajku. Super parashitje. Geliani na bëri krenar, Geliani na dha fitoren, mori fitoren. Është fitoria e tij e 8. E dyta me knockout, super parashitje. Një bokser shumë I bukur estetikisht. Xhepet shpejta, teknike gjallë, dinamik, forcë. I tregoj të gjitha sot. I tregoj të gjitha. Shumë boks argëtues për të parë. Se fundja boksi e shohim për të argëtuar. Shiko, rirë të së vërtetës mua më ka marrë malli për studion time televizive. Dhe doja të isha aty tani, gjithsesi kjo është një kënaqësi dhe një emocion I veçantë që më vjen jo shpeshherë në jetë, kështu që e shfrytëzoj mundësinë për të marrë emocione, pse jo për të padur edhe një eksperiencë, sidomos kur bëhet fjalë për të tilla evenimente me përmasa keq të mëdha. Dhe dua të rikujtoj këtu që ky eveniment ka nisur transmetimin që prej orës 18 të mbrëmjes dhe vijon ende teksa ora shënon 10:31 minuta në ekranin e televizionit të Fox News. Me një profesionalizëm të papar të stafit teknik, me një profesionalizëm të papar edhe të organizatorëve të gjithë këtij eventi. Kaq të bukur. Organizatorët, kushti I hekur do të Art Boxing Promotions, Nelson Hysa, Eduard Alipi dhe Noizi. Pa ta do ishte mundur dhe pa Fox News do ishte mundur transmetimi I këtij eventi. Kaq breslënës për boksin shqiptar. Për ne ka qenë një kënaqësi tepër e veçantë, edhe patjetër nuk mungon as përshëndetja e Bosnjakut, I cili do të kryejë ndërimet e vet, patjetër se nuk ka kushton. Ndeshje shumë e bukur. Nga Gelian Rajku, e ardhmja e boksit shqiptar, 24 vjeç, cruiserweight 90 kg. Me knockout teknik në raundin e dytë, në ndeshjen e 8. E 8 fitore si profesionist. Bitti Devlet